Nëse një port turistik është pjesë e një investimi strategjik, socialistët propozojnë që ai të mos nënshtrohet më garës dhe procedurës koncesionare, por të realizohet nga vetë subjekti investues. Ky ligj është vetëm për investimet strategjike që në tërësinë dhe përbërjen e tyre kanë dhe portin turistik. Nëse porti turistik do të ndërtohet si një projekt më vete, do t'i nënshtrohet garës konkurruese. Kështu është shprehur Zamira Sinaj, deputete e Partisë Socialiste. Sipas projekt ligjit të depozituar në Kuvend, kur portet turistike janë pjesë përbërëse e investimeve strategjike turistike, zbatimi paralel i këtyre dy paketave ligjore sjell mbi vendosje procedurash dhe vështirësi në realizimin e projekteve. Por deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, duke komentuar propozimin e ri ligjor për portet turistike që mban firmën e deputetes socialiste Sinaj, thotë se kjo bie ndesh dhe me angazhimin e qeverisë për ta shfuqizuar ligjin për investimet strategjike në kuadër të procesit integrimit evropian. Sipas deputetes demokrate, ndërkohë që flitet për afrimin me BE-n, po shtojnë ligje që në praktik përqendrojnë asetet në pagduar. Sot ekonomisë shqiptare nuk ka garë sipas saj, pasi një biznes normal nuk ka mundësi të futet në një garë dhe ta fitojë atë. Aktualisht, ligji për portet turistike parashikon që ndërtimi i tyre të bëhet përmes procedurës së koncesionit. Me ndryshimin e propozuar, subjektet që kanë statusin e investitorit strategjik mund të përjashtohen nga ky detyrim, ndërsa investitorët strategjik përfitojnë njësër lehtësisht përjashtime nga disa taksa, procedurat përshpejtuara dhe mbështetje nga shteti në infrastrukturë, rrugë, energji apo kanalizime.